Të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Kosovës, respektivisht të Radio Kosovës, kam nderin që sot do ta bëjmë një intervistë ekskluzive në valët e Radio Kosovës, sepse tashmë dihet që kultura, arti dhe sporti në përgjithësi janë ambasadorët më të mirë të vendit, dhe kjo patyshim që është dëshmuar ndër vite, por natyrisht edhe këtë vit. Sporti në Kosovë në vitin 2025 ka shënuar rezultate kulmore, rezultate të jashtëzakonshme. Krahas sporteve ekipore, futbolli është ai që na ka bërë krenar me paraqitjet e tyre, pra kombëtarja e Kosovës në futboll, por natyrisht edhe sportet individuale që në Kosovë ka traditë të madhe, siç kanë qenë boksi, karateja, judoja e kështu me radhë. Një sportist i cili na ka bërë krenar ditëve të fundit, padyshim që është një karateist 20 vjeçar, i cili preku kulmin e botës. Nën kampion bote në kampionatin botëror të mbajtur në Kairo të Egjiptit, është fjala për një garus i cili ka dëshmuar fuqinë që e ka Kosova, ka dëshmuar fuqinë që e ka sporti Kosovës dhe natyrisht në piedestal ka ngrit flamurin e vendit të tij. Bëhet fjalë për Islam Selmani, një 20 vjeçar që ishte një senzacion i kampionatit botëror të mbajtur në Kairo të Egjiptit ditë më parë dhe arriti që të shpallet nën kampion bote. Jo vetëm kaq, i fitoi 6 luftra, duke mposhtur madje edhe kampion evropian, kampion botëror, madje edhe medalist olimpik. Është një sukses i jashtëzakonshëm për karaten kosovare dhe Islam Selmani është njëri prej atyre emrave që do të shkruhet me shkronja të arta të historisë më të re të sportit të Kosovës. Dhe për këtë vit, për këtë fundvit në fakt, tashmë e kemi përgatit një intervistë ekskluzive me këtë karateist, i cili sigurisht që do të vazhdoj të dëshmoj fuqinë e sportit kosovar, të dëshmoj fuqinë që edhe brezat e shumt kanë dhënë shumë për karaten, e natyrisht për këtë fundvit, për festat e fundvitit, Radio Kosova vazhdon me ekskluzivitetet. Është kënaqësi Islam të kemi në studion e Radio Kosovës. Është kënaqësi edhe jam me kom prezant këtu. Këtu e kam medaljen e argjent, medaljen e kampionatit botëror, dhe je prej sportistave të rrallë që Kosovës i sjell edhe një medalje siç është kjo nga kampionati botëror mbajtur në Kairo. Po kjo është medalja vetë me argjend e kampionatit botëror për karaten e Kosovës. Unë jam Islam Selmani, bashkë jam edhe kampion i Evropës në vitin 2022, i cili u mojt në Prag Çekis, ku ato kon kampionati i parë evropian për mu, i cili e kena marrë vendin e parë dhe e kena arrit me çu flamurin e Kosovës dhe me ngu himnin në kampionat evropian që u mojt në Çeki. Islam, ka qenë një kampionat i jashtëzakonshëm, një pjesëmarrje jotja që ka kulmu, do thotë, edhe me medaljen argjent. Me pak fat ndoshta do të kishit mundësi në përballjen finale me garusin turk, të cilin e kem poshtë në fazën e grupeve. Po sigurisht që më shumë do të na tregosh se si ka ardhur ai në mënyrë kronologjike nga fillimi deri tek finali e madh. Po ky kampionat botëror për mua kanë kampionati i parë për senjor, kampionati botëror për mu, është hera e parë që ku marr pjesë dhe i kena pas gjithsej 7 lufta, ku për ty ne kena fitu 6, që turkun që i na rre në finale, do me thonë me të, unë e kum poshtë në fazën e grupeve 4-1. Luftën e parë e kena pas me garusin për Venezuelës, i cili u konë me mu shumë ai madh se unë u konë, do me thonë, ma i riu që atë në fazën e grupeve. Luftën e parë kena met me Venezuelën 3-3, kena fillu luftën e dytë kena pas me garusin pe Arabis, i cili kena met 0-0, do me thonë në fazën e grupeve, kur të mesin barazim, një pikë shkën për ato, një për mu. Edhe të finalen e grupeve kena pas me Turkën, ku kena met 4-1 për mu, tani i kena pas edhe luftën me kundër Romunit, me Romunin Mamët i na met 1-1 me fitore, edhe i kena mposht Romunin me një rezultat mjaft bëndës 6-1, kena fillu me i na ndesh tani me të parin e ranglisës botërore, i cili është Hashimoto nga Japonia, edhe unë me ranglisë jam konë shumë larg për më ndesh me ato, nuk jam ndesh asnjëherë tjetër, unë jam konë 110 në ranglisën botërore, ai u konë i pari. Edhe nuk na ka marrë fort parasysh, por nuk i ka dalë çashtë. Do thotë ke qenë
I pas zbulueshëm për ta. Pas zbulueshëm, do me thonë ata janë hi me mu nashta veç si nxejmë, se s'un ka njoft, edhe e kena mujt Hashimëtën me një rezultat mjaft mirë 6-3, i cili tani kena pos luftën me Uzbekistanin, i cili kena bo luftën për finale, e cila u konë lufta spektakël, se me fitu para kohe për me shku në finale është dyqysh si një 20 vjeqar për mu shumë krenari, me fitu 9-1 është dyqysh e madhe. Pastaj në finale me Garusin Në tu. finale me Çka mendove para këtij meçi duke marrë parasysh që e kishe në poshtë në fazën e grupit? Po, të e morë parasysh që më poshtë ta fazën e grupit, më ne unë konë shumë i bindur që e mu edhe në finale, po e kena pos dë ndalesa për shkak të shëndetit. Nuk kena mujt me flet atë natë heq edhe pe emocioneve edhe na konë me shëndet jo mirë, ku ajo më ka pengu shumë për fokus edhe ajo konë arsye e cila nuk kena mujt me push në finale. Megjithatë një vend i dytë, një medalje argjend, një medalje nëse mund të themi kështu krenarie, sepse nuk është e lehtë të mposhtësh madje ata që i përmendet. Po. Kur keni filluar me karate, do thotë para se të vini tek titulli i parë kampioni i Evropës në Prag. Me karateun e kum fillu i tash i kum bo 12 vjet gati. Në moshën 8 vjeçare. Po. Për moshës, atëherë më kanë nxit mu prindi me shku se pej fëminisën e më konë shumë i lveshëm, edhe bobi jam vazhdimisht më ka thonë me shku në sport karates, i cili kur më ka dërgu atë, ka po edhe trajneri jam i Sakcuri, cilin e përshëndes, unë ka po edhe që kam talent, me punën e ti të palëshmi në orë deri qëtë. Do thotë vini nga Obiliqi. Po jem banori Obiliqit, ndeshëm për klubin e karates As Prishtina. Keni ndruar disa klube, do thotë keni qenë edhe në Bardhash, keni filluar Unë jam konë veç në klubin e karates Besa Obiliq, edhe kum fillu në klub të karates As Prishtina. Do thotë tash garani me As Prishtina. Po. Sa garus janë për momentin në këtë klub, duke marrë parasysh, a ka ndonjë talent, ndonjë emër që tallmen mund të në klubin e karates As Prishtina, po. Po ka disa talente janë dikën ofër 30 garus, se janë me ekipa e parë, 2 e 3, po ka mjaft garus talentum që pritet në të ardhmen me morë sukses. Islam dihet që sporti karates, të gjitha këto sporte luftarake që janë nevojitet shumë punë, angazhim, disiplinë, por natyrisht përgatitje shumë. Mund na thoni se sa ke pas mundësi edhe sa kanë pas mundësi, jo vetëm klubi, por edhe federata e karates, që t'ju dërgojnë juve në kampe, në mënyrë që të përgatiteni sa më mirë për një aktivitet të madh. Për federat nuk janë kanë mundësi shumë të mira, për me aq mundësi sa kanë pas, na kanë zhvillu 3 kampe, 2 kena pas, një e kena pas para kampionatit evropian për senior, i cili jam dole ato i 5-ti, dytën e kena pas apet në bug përgatitjen, tani e kena pas edhe përgatitjen e tretë, që ta është para kampionatit botëror në Kroaci, i cila federata kroate me federatën e Kosovës e kanë organizu, edhe i na ndesh me më të mirë ato që janë në Kroaci, edhe të cilë. A janë të mjaftueshme këto kampe që janë bajt në prag të një kampionati botëror siç është Kairo? Të mjaftueshme, s'po di ç'më thon, nuk mendoj që janë të mjaftueshme, se të marr parasysh që shtetet tjera shkojnë përgatitje 1 muaj, 2 muaj në për kampe, po megjithatë mirë. Islam, e bëm një hyrje, do thot për shikuesit dhe për dëgjuesit e Radio Kosovës, të cilët dëshirojnë të dinë më shumë për jetën tuaj dhe për garat që i ke pas. A mendoni që e keni menduar në fakt që mund të arrini edhe si nën kampion bote në një periudhë kaq të shkurtër? Po tash realisht nuk e ku menu edhe atë shumë, pse unë jem shumë i ri, edhe ka botë që kanë fillu karrierën edhe kanë mbyll karrierën e nuk kanë mujt me mrikit sukses që e ku mriju, nëse nuk është let më bo nën kampion bote, se atë do me thonë morrin pjesë 32 për këtë shteteve të botës, 32 më të mirë e botës. Edhe për mua është krenari shumë e madhe që ku më arrit me prukit sukses në këtë shtet kaq të vogël, se një shtet kaq të vogël me marr këtë arritje kaq të madhe, për mua është shumë krenari, po e lehtë nuk kon as pak. Në kampionat botëror ke arrit në bazë të kualifikimeve. Po.
Sepse thatë më herët që keni qenë i 110 në ranglistë. Do thotë pothuaj se ka qenë e pamundur që të merr pjesë në një kampionat botror. Në këtë kampionat botror jam kualifiku në Europian, i cili u mojt në këtë vet në Armeni, i cili më dol ato i 5. Atë kena mujt me poshtë Grekun, i cili u kon 2 herë rresht kampion i Evropës. Edhe është një mosh më të madhe se në shumë, ai ka dikon 26-7 vjet. Edhe si një 20 vjeçar e kena poshtë ato i cili u kon 2 herë rresht kampion i Evropës. Karateja në Kosovë ka një traditë e madhe dhe në kaluarën duke marrë parasysh që kemi shumë karateist, të cilët fatkeqësisht nuk kanë pas mundësi ta përfaqësojnë Kosovën, do thotë kanë pas me shtete ndryshme, Femi Maalla, pastaj Don Gjoni në Kroaci, Enver Idrizi me Kroaci në kështu me radhë. Cili ka qenë inspiruesi juaj, një prej karatesëve që ty të ka inspiru për me arrit këtë sukses? Për mua janë konë inspirues ta krejt që i përmene ti, edhe Cili më shumë? Enver Idrizi. Enver Idrizi. Do thotë ai ka marrë pjesë me në kupën botërore. Me Kroacin në vitet e 90-ta. Duke marrë parasysh që ka shumë pyetje, ose ka shumë interesim, din më shumë për juve, megjithatë do të ndalim tek planet tuaja, duke marrë parasysh që tashmë e keni arrit një sukses. Karateja dhe ngadalë mund të kthehet edhe si sport olimpik, do thotë në lojrat e ardhshme olimpike. A mendon që me këtë punë që po bëhet klubin tuaj mund të ketë edhe suksese tjera, sidomos në vitin 2026? Unë jam shumë i bindur që ka me pas me këtë punë edhe këtë ekip që jam të ushtruar në që ka me pas suksese të reja. Tash jena kualifiku edhe në Premier Liga, i cilat mohën 32 më të mirë të botës edhe atë, po pakon top 32 që nuk mundesh me him Premier Liga. E tash me këtë rezultat që kena mrim botror, do me thonë mënu me marr pjesë edhe në Premier Liga, tash po pretendoj edhe në kampionatin evropian që mohet, që tash përse njerë në Frankfurt, Gjermanis, po pretendoj ato me marr medalje, e të shumë që apo vjen. Islam, tham në hyrje të këtij bashkëbisedimi apo të kësaj interviste ekskluzive që po e realizojmë në valët e Radio Kosovës, që është krenari për një sportist që e ngrit flamurin e Republikës në një aktivitet të madh. Do thotë, çfarë ndjeve në momentin kur u intonua dhe himni i Kosovës? Unë ndjeva, u konë ndjenë e jashtëzakonshme për mu, të marr parasysh që vina për një venit vogël e me ngrit flamurin në Egjipt, të një shtet që s'na nje, u konë për mu shumë krenari shumë e madhe, nuk bedi edhe që më ta përshkru se shumë u konë emocion i madh. Përshkruje me ato pak fjalë, sepse na përcjellin edhe ata sportistët e vegjël. Po shumë të cilët pretendojnë që të arrijnë sukses. Shumë krenari e madhe u kon për mu me ngrit edhe pse na ka met pak peng finalja me ngrit flamurin të parin, po për arsye shëndetësore nuk mojtëm, po s'ka më nën me çka, pa arrit qëllimin tonë. Çfarë do thotë për një sportist, për shembull i ri si ti, nëse e humb një meç, për shembull final, edhe pse vendi i dytë ose kjo medalje ka peshë të madhe, por megjithatë sa ndikon kjo? Kjo ndikon për mirë për mu, se do me thonë tash nashta ishëm nalë me marrë vene e parë, për tash kjo që e kena marrë vene e dytë u motivon halo ma shumë që mas 2 vjetëve me marrë të parin. Ku do të bëhet kampionati jashtë botëror? Halo nuk dihet. Nuk dihet. Mbetet mu po. Islam, folëm pak për kushtet për një sportist. Cilat do të ishin kërkesat tuaja, qoftë edhe për trajnerin tuaj personal, qoftë edhe për klubin, për federatën, e në përgjithësi edhe për Komitetin Olimpik, që ju edhe garusit tjerë të keni kushte për mu përgatitur sa më mirë. Po për kështu që më ka përkrau gjithë kohën mas pari familja e cila më ka përkrau pa pikë pritese në çdo garë, Federata e Karatisë të Kosovës, edhe klubi jem i as Prishtinës. Islam, unë të falenderoj shumë që gjetet kohë ta bëjmë këtë bisedë. Sigurisht që do të jetë ekskluzive që do të transmetohet në programin festiv të Radio Kosovës, edhe natyrisht edhe me pamje, një garus, një premtues i madh, natyrisht një sukses i tillë si nën kampion bote, nuk besoj që do ndalesh me kaq, sepse
ke moshën e re dhe natyrisht ke jetën përpara, të dëshmosh që kjo nuk ka qenë vetëm rastësi, por do të vazhdosh edhe me tituj tjerë që do t'i sjellësh vendet. Radio Kosova gjithmonë ka qenë pionere e promovimit jo vetëm talentëve, por natyrisht edhe sportistëve, edhe me Islam Selmanin që ne po e realizojmë këtë bisedë, dhe me që do ta përmbyllim këtë bisedë atëherë si kampion edhe ne si medium që jemi adresë e sportit në Kosovë, ta dhurej këtë medaljet tënde, edhe unë besoj që të kemi sa më shumë medaljet të tilla në mënyrë që t'ja dëshmosh edhe botës që vendi Kosova do thotë ka shumë kampion. Ka shumë kampion. Do ta përmbyllim me një porosi tënde, një porosi që vjen për garusit, për shokët e ekipit, për të gjitha të sportistët të cilët pretendojnë të arrijnë suksesin. Po kjo për shokët e mi besoj që u konë motive e cile ja kum hap rrugën për me arrit suksese, edhe besoj që bashkë me shokët e mi kena me arrit alo ma shumë suksese. Islam, unë të falenderoj shumë, ju dëshirojmë shëndet, suksese, edhe po shpresojmë që edhe në kampionatin evropian të jesh kampion, ta merr një pozitë ndër pozitët e para.